kisha një pyetje për përfaqësuesen e Komisionit Evropian, po citoj në fjalën e saj përmendi ngritjen e task force-s mes prokurisë përgjithshme, SPAK-ut edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është e vërtet në fillim të vitit përmes njoftimeve institucionale zyrtare të tre institucionet, pra Prokuria e Posaçme, SPAK-u, Prokuria e Përgjithshme dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ngritën grupet posaçme që do të monitoronin në terren krimet zgjedhore. Bën një ndarje të detyrave të punës tyre, ndërtuan një strategji të përbashkët institucionale për të luftuar krimet zgjedhore dhe padyshim që ishte një veprim që meritonte të përshëndetej. Fakti është që në 12 shkurt, në 20 shkurt, Kryeministri i vendit, Kryeministri Edi Rama, në një dalje mediatike, i kërkoi prokurisë posaçme të ndalë menjëherë veprimin në terren, dhe unë dua ta citoj për të qenë i saktë, po survejoni partitë politike, të ndalet menjëherë ndjekja e partive dhe aktiviteteve partijake. Nuk mund të cënoni të drejtat e qeverisë dhe t'i bëni trysni administratës publike. Uroj të jetë lajthitja juaj e momentit. Ishte deklarata publike e kryeministrit. Nga i moment, pra nga 20 shkurti i vitit 2025, vetëm pak muaj përpara datës së zgjedhjeve, e deri në përfundim të zgjedhjeve, rezultoi që jo vetëm prokurorët e prokurisë posaçme dhe hetuesit e tyre nuk u panë më në terren për të monitoruar krimet zgjedhore, por nuk pati asnjë rezultat për të parandaluar krimet zgjedhore deri ditën e zgjedhjeve. Mund të ketë në momentin që flasim çështje nënhetim apo procedime të regjistruara, po më lejoni të t'ju sjell në vëmendje që e njëjta sjellje ka ndodhur në 2021 dhe sot ka me 10 kallëzime që vazhdojnë të hetohen edhe pse ne kemi kryer edhe zgjedhjet e 2025-s. Që kështu nëse rezultatet e këtyre hetimeve ne i marrim në vitin 2030, sigurisht që kjo nuk ndihmon as në ndëshkimin e krimeve zgjedhore, po mbi gjitha nuk ndihmon në parandalimin e krimeve zgjedhore. Dhe pyetja ime është për Komisionin Evropian në procesin dhe rrugën që ka Shqipëria përpara në procesin e integrimit. Është e rëndësishme të kemi rezultate apo është e rëndësishme të kemi projekte në letër? Sepse dëshira e të tre institucioneve që ngritën task force-ën për të hetuar krimet zgjedhore ishte një tentativë që mbeti vetëm në letër. Në realitet ka 0 rezultate. Prandaj pyetja po e përsëris është na duhet rezultate konkrete apo na duhen t'i kemi në letër strategji të bukura që qëllimin mund ta kenë pozitiv, por në realitet nuk sjellin asgjë. Faleminderit.